policia është e paaft i gjurmojt, i kapi, apo ka djeni dhe nuk mundet? Unë dyshoj shumë që policia nuk e di. Pra nuk do. Në kulla luksi nuk mund të ushtrohet aktivitet pa djenit. Policisë 1, tatimeve 2, e kështu me radhë. Po ministri i ri i brendshëm, a do të bëjë një përpjekje për të dhënë fund kësaj situate të këtyre grupeve kriminale? Ja, prej kohësh kemi denoncuar për call centrat mashtrues të Tiranës. A keni ju djeni dhe sa e rëndë është situatë? A keni një koment për këtë? Besoj se keni parë që është bërë mediatike dhe në Itali dhe këtu në Shqipëri. Madje në një aksion që ne kemi bërë së bashku me kolegët, kemi thirrur policinë dhe policia në atë moment na la dhe u zhduk. Është normale? Për ne kërkojnë ndihmë si media për një rast aq të rëndë si call centrat mashtrues, ku vidhen me mira qytetar? Kjo është përgjigjja e ministrit të brendshëm, personi që duhet të mbajë përgjegjësi për përfshirjen e policisë së shtetit në këtë aferë korruptive. Shikoj gjithë shërbimin seralit, gjithë policët, qoftë dhe këta që rrin rrugë me tabel, shikoj kemi iPhone 17. Unë shketi s'e kaloj atë 5.